Vajzat dhe gratë kanë dëshmuar që nëse i vën vetës një qëllim, atëherë nuk e ndal asgjë. Përshëndetje, miq të emisionit 05, sot nuk jemi në sheshin e Ferizajt. Ndryshe prej herave tjera, pra sot jam në komunën e Shtimës. Tashmë jam në këtë komunë për të prezantuar një kandidate nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Rosina Berisha Ahmeti. Rosina, përshëndetje. Përshëndetje 05, fillimisht më lejoni t'ju falenderoj që keni gjetur kohë të vini në komunën e Shtimës. Faleminderit juve, kënaqësi për ne që pranuat emisionin 05. Rosina, jemi këtu në shesh edhe po vazhdojmë dal nga dal ecim edhe bashkëbisedojmë. Pyetjen e parë që kam përgatitur është na trego mua dhe gjithë shikuesve tonë pse vendosët realisht të kandidoni në zgjedhjet e 7 qershorit. Çka ju motivoi? Realisht zgjedhjet e njëpasnjëshme kanë krijuar edhe një konfuzitet edhe tek qytetarët për të marrë pjesë në zgjedhje, e lëre më tek ne kandidatët për të kandiduar. Mirë po, unë e marr këtë si përgjegjësi dhe si nder që t'i shërbej vendit, pasi jam edhe pjesë e asamblesë komunale në Shtime. Kam pasur rastin të jem pjesë edhe administratës komunale në komunën e Ferizajt, pastaj edhe pjesë e ekzekutivit në komunën e Shtimës, dhe me përgatitjen universitare, besoj që kam një pasqyrje goxha të mirë se si është mbarvajtja e institucioneve shtetërore dhe kjo sigurisht do të më shërbej edhe për nivelin qendror. Ashtu, Rosina, unë po du me të pyet realisht sa është e vështirë për një grua të mirret me politikë dhe t'i mbajë gjitha këto funksione që ndoshta i përmend edhe ti. Të them të drejtën, për vajzat dhe gratë nuk është as pak e lehtë cila do fushë të cilën e zgjedh. Mirë po, ajo që dua të theksoj është se vajzat dhe gratë kanë dëshmuar që nëse i vën vetës një qëllim, atëherë nuk e ndal asgjë. Dhe edhe në politikë kemi raste të shumta të cilat gratë dhe vajzat të cilat kanë dashur të qëndrojnë aktive, ja kanë dalur mjaft mirë.